Gratë të suksesshme nga sfera e biznesit, politika dhe profesionet të tjera janë bërë bashkë sot në Gostivar me rastin e shënimit të ditës ndërkombëtare të gruas 8 marsit. Ata kanë këmbyer mes tyre përvoja personale dhe kanë folur mbi gruan dikur dhe sot, si dhe thyerjen e barierave nga gratë. Ato i bëri bashkë kryeza e rumbullakët organizuar nga shoqata për të drejtat e gruas etika. Mesin e të pranishmave, deputetja Imërlie Saliu tha se si shoqëri akoma kemi punë për të bërë që gruaja të arrijë të marrë vendin e merituar në shoqëri. Si gjithandej në përbot edhe në vendin tonë, domethënë kemi disa peripeci dhe kemi disa pika të përbashkëta që na lidhin neve si gra që duhet bashkarisht të luftojmë dhe të ngrejmë zërin. Unë sot përpos kësaj më lejoni të them që në shenjë për kujtimi simbolik kam bërë disa dhurata, disa lule për gratë të cilët janë të strehuar në qendrën që është qendra për viktimat e dhunës në Gostivar, dhe me keqardhje më duhet të them që fatkeqësisht shoqërisë tonë të cilën ne ndodhemi, domethënë kemi midis qytetit tonë gratë të cilët e kanë nevojën për të qenë pjesë e këtyre qendrave, dhe nga këtu më lejoni që bëj një mesazh të gjitha nënave, por mbi të gjitha familjeve shqiptare që të ndikojnë dhe të ndihmojnë vazhdimisht në edukimin e brezave dhe gjeneratave të reja për ngritjen e vetdijes, sidomos ndaj këtij fenomeni të shëmtuar, siç është dhuna në familje, edhe pse si fenomen, domethënë nuk është vetëm në shoqërinë shqiptare, sepse dhuna nuk din të zgjedhë as kombësi, as nacionalitet, as gjini. Deputetja Saliu ka qenë një nga kontribueset kryesore për themelimin e strehimorës së parë për gratë viktima të dhunës në familje, e cila përfshin gjithë Pollogun, kurse Selin e ka në Gostivar. Fatkeqësisht nga statistikat më duhet të them se numri i të dhunuarve ose viktimave më së shumti janë gra dhe dhunuesit vazhdimisht janë në numër më të madh ata të cilët janë burra, dhe kjo na tangon si grave si burrave që të vazhdojmë të luftojmë në këtë drejtim për të ngritur vetdijen dhe për të dalë në ndihmë këtyre grave të cilët e kanë nevojë të tillë. Për këtë arsye, duke qenë se më herët kam qenë pjesë e një projekti të tillë dhe me shumë krenari mund ta them se në rajonin e Pollogut, një rajon dikundi me 8-9 komuna, për herë të parë hapet një qendër për viktimat e dhunës në familje, e cila është iniciuar nga disa gra, duke filluar nga zonja Sebajete. Këtu më lejoni të përmes edhe Afërdita Mislimi Hamzën, me të cilën bashkarisht me mua kemi kontribuar që sot kjo qendër të jetë realitet në mesin e qytetit tonë të Gostivarit. Sebajete Zengu, drejtuese e shoqatës për të drejtat e gruas etika, tha se organizimi i tryezës ka për qëllim mbështetjen ndaj grave, me mesazhin se ata mund t'ja dalin në çdo profesion dhe se nuk ka profesion vetëm për burra apo vetëm për gra. Kësaj radhe etika ka vendosur të përqendrohet sot në organizimin e një tryeze të rumbullakët, ku gratë do të bisedojnë mbi të drejtat e tyre dikur dhe sot, dhe se gratë janë ata që thyen bariera. Për këtë panel diskutim kam ftuar gra si paneliste, gra të profesioneve të ndryshme, të cilat kanë arritur të thyen barierat në punën që ato bëjnë. Kemi nënave të ushqyese, të cilat jeta nuk ka mundur ti nënçmon, por kanë gjetur forcën edhe kanë vazhduar jetën më të tjerë. Kemi gra që kanë nisur biznesin e tyre nga zero dhe tani është një biznes i mirënjohur në qytet. Kemi femra të cilat kanë nisur si studente, por tani kanë arritur të na përfaqësojnë edhe në parlament. Apo kemi gra edhe me profesione të ralla, si në autoshkolla, apo që mendojnë se janë për meshkuj, po për ndryshe, me këtë ne dëshmojmë se nuk ka punë që është për burra, që është për gra, mjafton vetëm dëshira, mjafton vullneti që ne të mund të thyejmë të gjitha barierat në jetë dhe të vazhdojmë më tej. Mesin e grave të ftuara kishte nënave të ushqyese, të cilat kanë përballur të gjitha sfidat e jetës dhe sot janë të suksesshme, apo gratë të cilat sot drejtojnë biznese të ndryshme, mesin e tyre dhe autoshkollë, ku mësojnë edhe burrave se si drejtohet vetura.